Presim 4 vitor të United, disa rrisi flokët në presim 4 vitor për ta hapur podcastin. Sepse po shikoj Arlindin thash a ka përqetur si ai tifozi çmendur i Manchesterit që Lajte se hapi podcastin, tani u kujtova, ndonim 4 vitor radha. Manchester United ka bërë një ecuri këtë muajin e fundit, le të themi, sepse po ti marrësh 4 nesh janë pothuajse një muaj. Më shumë se sa Michael Carrick që po bën jashtëzakonisht mirë, Arlindi e di me siguri, është Steve Holland. Zëvendës trajneri Manchester United që ka qenë zëvendësi Gareth Southgate. Kudo ku ka qenë është jashtëzakonisht shumë i mirë. Unë e mbaj mend shumë mirë edhe ke Anglia, domethënë e shifja të përfshirë me lojtarë dhe unë besoj që Stephen Holland, ndryshe Steve Holland, është një në thonë një pasuri për Manchesterin në këto momente dhe besoj që ai është ndihma më e madhe që Michael Carrick, ndihma që ka ai në krah, domethënë mënyra e shoh shumë të përfshirë, kam ndjekur disa gazeta angleze nga Sani, nga shumë tjera që është shumë i përfshirë. Shumë herët dhe unë jam bindur që do duhet të shohë United, sido që dali me Carrick. Pra mendon që duhet t'i japi një. Po ka provuar gjitha, ka provuar. Mori Moyes, mori Solskjaer, mori emra të mëdhenj, kanë bërë çdo lloj eksperimenti. Ralf Rangnick. Po. Çdo lloj Ati nuk i eksperimenti. besuan, e çuditshme. Tani vetëm një trajner nga Shqipëria se kanë provuar, okay, po jemi 3 gigant. Seriozisht.